Mr. Klan Kosovës, jeni prap me orën e pasditës, u kthyem në studio dhe tash me mua këtu është edhe Arif Muharemi, mirë se erdhe. Faleminderit. Për 4 javësh do t'jesh në emisionin tonë për t'na treguar për projektin tuaj dhe për t'i shfaqur dokumentarët. Më vjen mirë që keni bërë një projekt kaq të madh dhe disa dokumentarë që janë kaq të mira. A na tregon fillimisht krejt projektin, mandej ndalemi tek dokumentarit që do të flasim për sot. Në pika të shkurta, projekti për krajën e promovimit diversitet kulturor është një projekt i përbashkët i Bashkimit Evropian edhe i Këshillit të Evropës. Ka fillu në vitin 2010 edhe më thonë si qëllim primar ka promovimin e diversitetit kulturor nëpërmjet trashëgimisë kulturore. Përmban 4 komponente, komponentën e edukimit, komponentën e ngritjes së kapaciteteve institucionale, komponentën e zhvillimit ekonomik edhe rrjetin e bashkësisë për trashëgimi. Deri me tani, do të thonë prej fazës të parë kur ka filluar në vitin 2010 deri në shtator, tetor të vitit 2012, do të thonë vitit kaluam, projekti ka qenë i angazhuar në implementimin e 80 aktiviteteve ku 25.000 persona kanë qenë të përfshirë në një mënyrë apo tjetrën në projektin tonë. Janë bërë 11 trajnime edhe, do të thonë, është shumë e rëndësishme të thuhet që ministrit janë të përfshime në projekt. Do të thotë Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit, se dhe ministrit tjera të cilat në mënyrë direkte përfitojnë prej projektit. Okej, kemi disa tituj këto, për shembull është ajo rrëfimet e urta që më duket shumë e bukur, a na tregon pak fillimisht për to? Rrëfimet e urta është një aktivitet, njëri prej shumë aktiviteteve që kemi bo, do të thotë i kemi angazhu organizatat jo qeveritare për me mbledh rrëfime të vjetra, do të thonë si pjesë e ngritjes të vetëdijësimit për trashëgimin jo materiale. Në trashëgimin jo materiale, siç e dim, hynë këngët, rrëfimet, ushqimi, mënyra e të veshunit, mënyra e përgatitjes, artizanatit të vjetra, edhe kemi pa shumë të rëndësishme që, do të thonë, edhe të moshuarit me pas një lloj të ringjalljes së traditave tyne të vjetra ku fëmijët, posaçërisht ata të shkollave fillore të cilat i kemi pas si projekt, do të thotë Kompania e Arsimit ka pas 14 projekt shkolla me cilat ka punu direkt me ta, me pas qasje edhe me pa, do të thotë, se qysh gjyshnit, gjyshtet e tyne kanë pas, do të thonë, me pa një mënyrë tjetës qysh ata e kanë jetu. Okej, kanë disa tituj, vetëm t'i lexojmë që sa për me pas pak a shumë publikut ditur për çka po bëhet fjalë, për çka kanë folë këta njerëz, është veç të shoh se metat e hyrja dhe parathonja. Është Krishtlindjet, njëri prej tregimeve të një zonje, tregim për përgatitje të dasmave, është prej një zotriut, është filigrani, një prej artizanateve që është mjaft famshme në Kosovë, festa e Hëdërlezit ose Shën Gjergjit. është kanagjet Gjejqikës, do të janë tradita? Vonë kemi marrë tradita prej komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Këto duna me thoni kompliment për fotografin Adhemulla, i cili me një mënyrë ka jap shpirt me portretet cilat i ka bot rrëfimtarve. A kanë me u dërgu krejt këto në për shkolla, që kanë me pas qasje fëmijët në për këto? Jo, sa e përket, dhe më thonë, ngritës vetëdijësimit, ne kemi bo në fund pjesës të fazës parë, edhe një doracak për arsimtar. Kë? Po, të shkolla fillore sa e përket trashëgimisë dhe diversitetit. Janë 8 lëndë, cilat mëtohen me u inkuadru në edukatë qytetare, do të thëtë, si pas sistemit arsimor në Kosovë. Se cili arsimtari ka një 20% kost fleksibilitetit për brenda kurikules, për me jep, dhe me thonë, mësim si pas dëshirës. Edhe kemi planifiku që gjatë brenda që ti 20%, dhe me thonë, të implementohen edhe këto 8 njësi. është shumë interesant, për shkak se qasja e projektit është bottom-up, është prej poshtë lartë. Do të thotë në këtë rast, palët e përfshime kanë qenë nxënësit, prindrit edhe arsimtarët e edukatës qytetare, cilat i kanë reflektu nevojat e të mësuarit për trashëgimin kulturore edhe diversitetin kulturor. Duhet edhe me u fokusu me një produkt tjetër akademik,
është moduli universitar për trashëgimi dhe diversitet, ku përfshin 14 orë mësimore për lëndën e trashëgimisë dhe diversitetit kulturor. Edhe ky proces i përfundimit këtij libri, domethënë draftimit, ka qenë një proces organik ku studentët dhe profesorët, domethënë të ndihmuar prej ekspertëve lokale dhe ndërkombëtar, kanë ardhur me reflektimin e nevojave për me mësu në mënyrë ma akademike, me u qasë në mënyrë ma akademike çështjes së trashëgimit dhe diversitetit. Edhe ky produkt do të promovohet me 15 mars në po të njëjtin vend në qendrën e BE-s për qendrën informative të BE-s për informata dhe kulturë. Edhe pjesa tjetër janë edhe dokumentarët, cilët janë po ashtu për trashëgiminë edhe mbrojtjen e diversitetit kulturor. Njëri prej tyre që kemi më pas pak vjen ky për ngjyrosjen e fytyrës, që është një prej traditave ndoshta më të bukura që e kemi, është një ngjyrosje jashtëzakonshme e fytyrave të nuseve, edhe dokumentari e shpjegon krejt këto. Kur është punu dokumentari? Në fakt, dokumentari ka qenë si pjesë e dokumentimit kësaj tradite. Kjo që je ka e këqyrë, është Connections, është majtë në muajin mars të vitit 2012, ka qenë konferenca e parë rajonale për trashëgimi jo materiale, e cila është majtë këtë na. Edhe vendet e ndryshme të rajonit janë ftu për me prezentu anën unikatet trashëgimisë të vetë specifike që e kanë ata, dhe më thonë, e cila është në një mënyrë apo tjetër e mbrojtun. Ne si projekt, dhe më thotë, jemi inkuraju të prezentojmë këtë traditë, cila është so unikate, po që dhe e rrezikum me qenë se zonja Aziza Shefitagic, e cila jeton në Lubinje të poshtme, është një nga njerëzit e pak, mos them edhe vetmja e cila e aplikon këtë traditë. Edhe kështu që mundet me u zhduk, ndoshta nëse dikush nuk mundet me mësu. Po, kështu që i kemi inkuraju, do të thotë, njerëz që ta shohin, ta mbështesin edhe në mënyrë apo tjetër, do të thonë, të inkuadrohen në promovimin edhe mbrojtjen e kësaj vlere të trashëgimisë jo materiale. Okej, për të gjithë ata që nuk e dinë, nuk e kanë dëgjuar ndoshta asnjëherë për këtë trashëgimi të cilën e kemi në Kosovë, do ta shohim tashmë dokumentarin i cili është punuar nga projekti i Këshillit Evropian dhe pastaj kthehemi prapë në studio. Rituali përgatitjes për martesën tradicionale në fshatin Lubinje Olët. Rituali martesës i paraqitur në këtë film është pjesë e traditës së fshatrave të Lubinjës, Lubinje Epërme dhe Lubinje Poshtme, të cilat gjenden në bjeshkët e Sharrit, afër qytetit të Prizrenit, në kufi me ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Banorët i përkasin grupeve pakicë të krishtera, të cilat ndërruan fenë në Islam gjatë periudhës otomane në Ballkan. Ata njihen me emërtime të ndryshme, Nashinci, që do të thotë tonët, apo Goranët, të cilët banojnë në zonën e Gorës në Kosovë, Tërbeshët, që banojnë në pjesën veri perëndimore të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, dhe Pomakët, që banojnë në pjeshkët Rodope të Bullgarisë. Ata kanë gjuhën e tyre, edhe pse vetëm atë të folur me një përzierje të dialekteve slave dhe të fjalëve të vjetra turke, të cilat përdoren për emërtimin e gjërave tradicionale. Një nga zakonet më karakteristike të martesës së banorëve të fshatrave Lubinj, përgatitja e nusës për ditën e saj të martesës, është paraqitur nga njëra prej bartësve të fundit të kësaj tradite, zonja Aziza Shefiragic, një 64 vjeçare nga fshati Lubinj e Poshtme. Ky ritual përbëhet prej dy pjesëve, veshja e nusës dhe ngjyrosja e fytyrës së nusës. Shumica elementeve të veshjes tradicionale martësore të nusës janë vepra arti të tjera me mëndafsh, pambuk apo lesh. Ngjyra dominuese e bukurimeve të veshjes është e kaltra. Motivet janë me ngjyrë të kaltërt, vjollce, ndërsa lulet e gjelbërta, të cilat janë të renditura,
paraqesin botën bimore të asaj zone. Lulet me petale dhe ruaza janë të ngjitura në skajet e shamis. Pjesët e veshjes martesore të nusës të punuan nga vetë praktikuesja, veshen si pas renditjes vijuese. Çorapet janë të punuara nga leshja apo pambuku, me dekorime të luleve të bëra me sërm, lloj i perit të mëndafsh të artë. Sharë, brekët, të punuara nga pambuku dhe të zbukuruara me motive të luleve. Fustani, shtresa e pare veshjes, e punuan nga mëndafshi i bardh i paluar. Puas, ripi i zbukuruar i tjerë. Anterja, palto e tjerë. Mintani, palto e punuar nga mëndafshi. Jeleku, dy jelek vishën njëri mbi tjetrin. I pari quhet arqili, jelekizi, dhe është i punuar nga leshi me pulla përpara, ndërsa i dyti është i zbukuruar me sirma. Shamia e zbukuruar nga mëndafshi i vihet nusës pasi që fytyra e saj të jetë ngjyrosur. Origjina e ngjyrosjes së fytyrës së nusës është e vjetër sa që as nuk mbahet në mend. Siç na shpjegoi zonja Shefiragic, në të kaluarën, fytyra e nusës është ngjyrosur 2 herë. Rituali i parë i ngjyrosjes është bërë në shtëpinë e nusës, herët në mëngjes në ditën e martesës, nga një grua e shkathët në këtë punë, zakonisht antare familjes së nusës, ndërsa ngjyrosja e dytë e fytyrës është bërë në shtëpinë e dhëndrit, nga një antare e familjes së dhëndrit, 1 apo 2 ditë pas ditës së martesës. Sot, ngjyrosja e fytyrës së nusës bëhet vetëm në shtëpinë e familjes së nusës, para ceremonisë së martesës. Me kalimin e traditës nga njëri brez në tjetrin, zonja Shefiragic është mësuar nga vjera e saj. Ajo është njëra nga 2 gratë në atë zonë të cilat ende merren me këtë traditë. Maska dekorative në fytyrën e nusës ndërlidhet me besimin që nusja nuk duhet të njihet nga askush jashtë familjes së saj gjatë ditës së martesës, me qëllim të parandalimit të fatit të keq deri në mbarimin e ceremonisë së martesës, duke e mbrojtur atë nga syri i keq. Maska është shenjë e statusit të ri të nusës dhe nuk duhet të dëmtohet në ditët e para të paraqitjes së saj tek të tjerët dhe tek dhëndri, kur të gjitha shikimet i drejtohen asaj. Ky proces zgjat afro 2 orë. Fillon me zbardhjen e fytyrës së nusës, duke përdorur një mjet primitiv, një tel. Gruaja vizaton dekorime në fytyrën e nusës në forma dhe ngjyra të ndryshme. Zbukurimi me linja të pjerta, i quajtur koznica apo meçka, vizatohet në njërin anë të fytyrës, duke filluar nga vetulla. Zbukurimi identik bëhet edhe në anën tjetër të fytyrës, duke filluar nga pika e njëjtë. Hapësira mes linjave të pjerta të arta mbushet me pika të kaltra dhe të kuqe. Faqet dhe mjekra vizatohen me radhë, të ngjyrosur me vija të kuqe dhe të kaltra, dhe me ari në mes. Një pikë me ngjyrë të kaltër e rrethuar me ruaza të ngjyrosura, të quajtur asprinke ose shlokice, vihet në qendër të rrethit, që ndërlidhet me simbolin e syrit mbrojtës. Faza përfundimtare e procesit të vizatimit të fytyrës së nusës përqendrohet në zbukurimin e vetullave të nusës. E bardha e vesë vendoset mbi vetulla si një ngjitës për rruzat e vendosura, të quajtura tatrinke, me ngjyrë të kaltër dhe të argjend, që i përshtaten formës së vetullave. Pjesa përfundimtare e procesit është zbukurimi i mbulimeve të kokës. Në shami, mavez, e cila zakonisht punohet në të kuqe, punohet kurora, perisha, me margaritar në formë të luleve, të quajtur kuçke. Stolit për qafën dhe veshët e nusës punohen nga margaritar dhe ruaza në forma të ndryshme të luleve. Më pastaj, nusja del nga shtëpia e prindërve të saj dhe në shoqëri nga i afërmi mashkull i paraqitet qytetarëve.
Si shprehje artistike një besimi specifik të komunitetit, ky rit është shembull i kreativitetit që meriton të përcillet ndër gjenerata për të ruajtur kujtimin dhe atraktivitetin e këtij riti unik. Me prezantimin e kësaj tradite të fshatit Lubinje e Poshtme, ne do donim që të lehtësonim vazhdimin e kësaj praktike të rrezikuar. Në këtë aspekt, gatishmëria e zonjës Shefiragic për t'i ndarë bashkarisht njohuritë dhe aftësitë e veta duhet të mbështetet nga entitetet përgjegjëse për promovimin e diversitetit kulturor të popullatës në Kosovë. Unë quhem Aziza Shefiragic, vi nga ky fshat dhe e praktikoj këtë traditë për një kohë të gjatë tani. Do t'isha më se e lumtur që e njëjta të vazhdoj. Neka ima, ideale još. E pam dokumentarin, një traditë që me të vërtet ja vlen të përcillet prej gjeneratave të ardhshme, ndoshta dikush mundet mu inkuraju edhe me shku edhe me mësu artin e të vizatuarit atje. A keni qenë ju vetë kur është realizu dokumentari? Jo, fatkeqësisht kanë qenë kolegët e mi, po do të thonë në fazën e dytë të projektit është shumë e rëndësishme të thuhet që në fazën e dytë të projektit ne do të thonë do të inkurajojmë shfrytëzimin edhe përdorimin e këtyre resurseve, cilat kanë dalë gjatë fazës së parë, do të thotë kursin në mësimor, konventat e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e ruajtjen edhe promovimin e trashëgimisë kulturore, një plan rajonal të trashëgimisë për rajonin e Pejës, e cili ka fillu veç në vitin 2012 dhe deri në 2015. E fundit është Muhabete Kafeje. Muhabete Kafeje, në fakt, ne si projekt kemi dashur që t'i inkuadrojmë edhe njerëz të ndryshëm, do të thonë të profileve të ndryshme, sociolog, folklorist, regjisor filmi, muzikant, gazetar, në sesionet e ndryshme cilet përveç që kemi pi kafe bashkë, kemi diskutu edhe për çështje të ndryshme, cilat në një mënyrë apo tjetër janë të lidhuna me trashëgimin kulturor apo diversitetin kulturor. Secila prej këtyne sesioneve ka qenë, në fakt ka rezultu me një artikull i cili ka qenë i shkrum, edhe do të thotë secili prej artikujve i është bashkangjit edhe një vizatim i artistit ton Driton Selmani, i cili po ashtu i ka jep një si them, një pamje më të bukur do të thotë publikimit. Krejt publikimin. Javën tjetër do ta shohim edhe një mini dokumentar tjetër, i cili është pikërisht Muhabete Kafeje, dhe do të flasim edhe më gjërësisht për këto muhabetet kafes, do të shohim se çka përmbajnë më shumë. Ndërsa për sot me kaq po e mbyllim. Faleminderit Arif shumë që ishe në studio. Ishte kënaqësi. Shihemi javën tjetër, do të jetë të premtën kësaj here dokumentari i radhës. Gjithë ju që dëshironi ta shihni, mos harroni ta ndiqni të premtën orën e pasditës. E ne po shkëputemi për disa minuta të reklamave, do të kthehemi pas pak me profilin e koreografit Antonio Piofini dhe krejt përfund do t'ju sjellim shfaqjen e baletit e cila u dha mbrëm në Prishtinë Premier, aty ku drita bie. Do ta shihni se çfarë përmban kjo shfaqje pas reklamave.